Miq të Prizmës. Dje vdiqet dhe u varros me njerë një nga njerëzit më të mëdhenj të letrave, të mendimit filozofik dhe pse jo politik, të një arkive të jashtëzakonshme ditunish dhe krijimit postulateve fantastike si Recep Qosja. Nuk mushi 90 vjeç, por sigurisht jetoi gjatë për të parë edhe mirë edhe keq, bile më shumë keq se sa mirë. Dhe njëkohësisht për të shkruar, për të lënë amanetet të shkruara, përveç se amanetit ti pastaj që të varroset vetëm pa ceremoni, vetëm nga familjarët, për arsye të mirë ditura që janë ndarja e jonë e jashtëzakonshme religionare, dhe Recep Qosja nuk mohoi kur që është një ateo, nuk e mohoi kur që është njëri që respekton religionet, por që në vetdijen, koshiencën e tij shkencore është një ateo. Kur të tjerët sigurisht ishin ateo në kohë dhe pastaj u kthyen teokratik bile, që sulmonin tjerët. Nuk donte shërbime funerale dhe ditërampe politike, sepse sigurisht ishte në omni, në 360 gradë tashmë, jo i kënaqur dhe bile kritik, siç mbeti gjithë jetën. Dhe normalisht ishte njëri që nuk jetoi asnjëherë mbi mundësitë e tija financiare dhe ekonomike, dhe donte që të shkonte i tillë. Praktikisht Recep Qosja në një farë mënyrë bëri distancën edhe në varrim me elementë të cilët sigurisht shoqëror, politik, filozofik, kryesisht Kosovës, por edhe Shqipërisë deri diku, po themi kryesisht Kosovës, të cilët sidomos kohët e fundit, do 20 vitet e fundit, i kanë lënë një përshtypje jashtëzakonisht keqe. Studimet, librat, romanet e tija, jo vetëm që kanë qenë frymëzime, po mënyra e të shkruajturit të tyre, kriticizmi dhe realiteti njëherë vrasht pamës edhe vrasht shkruash i tij, përbëjnë atë që të konsiderojmë Recep Qosjen dhe në mënyrën e ëmbël të folurit. Ishte një çudi e jashtëzakonshme kjo. Një nga njerëzit më të mëdhenj. Një nga njerëzit më të mëdhenj sepse sigurisht Recep Qosja kishte në vetdijen e tij raportin e shkëlqyeshëm mes historisë dhe kombit. Recep Qosja ishte i vetmi që përcaktoi qartë që mund derdhësh gjakun për kombin, mund të jesh edhe hero, po kur nuk ke vetdijen, nuk e mbron dot. Mund të kesh pasionin, po kur nuk je i qartë, pikërisht ky pasion bën edhe ta humbësh atë çka ke fituar edhe për vendin, edhe për kombin, edhe për shtetin. Nuk i kam borxh thot. Kur ja lejon vetes të bëj një letër nipit tij Valjetit, nuk i kam borxh as Kosovës as Shqipërisë. Sigurisht nuk i ka borxh. Ka dhënë më tepër. Por përmend faktin e Kosovës, nëse më ka borxh ajo, edhe për figurën e tij do ta thonë më vonë. Shpeshherë i thonë kontradiktore, shpeshherë i thonë jo ishte amik, jo ishte enveriste, jo ishte komuniste e të tillë. Dhe harrojnë që 45 vite, jo vetëm në Shqipëri, ka sa historie, edhe jugoslavizmit, në Kosovë, pasionet bile në Kosovë më keq se sa në Shqipëri, në moment që nuk ishin qartë për Enverin, në enverizëm, po themi, nuk mund të merren me dorë, siç kanë dashur të bëjnë kohët e fundit, Derbeder dhe Planet Monkey, ti marrësh kështu dhe ti këputesh nga copat e historisë tonë të madhe të një kombi, ta marrësh si copë, ta presësh si turt, si një past, dhe ta hedhësh në gostinë e qeve, nuk mund ta bësh dot. Dhe këtë nuk e lejonte
Recep Qosja. Qoftë edhe në verin brenda, sepse sigurisht shqiptari kështu funksionon. Ajo kishte kuptuar më së miri i pari dhe e elaboronte, e thoshte këtë. Që urrejtja shqiptarit për shqiptarit shkon në të tilla marrëzira. Dhe pengesa e madhe është pranimi i të vërtetës. Normalisht shqiptarët kanë problem me të vërtetën. Me të e shkruan dhe e thot kudo deri në romanet e tij. Kjo është e vërtetë e madhe për mi akademikun dhe profesorin Recep Qosja. Dhe bëri mirë që në një farë mënyrë ju tha fakof. Të gjithë atyre të cilët do ta merrin nëpër gojë ose do vinin aty në varrime thoshin ishte një burrë mirë. Kur gjatë gjithë jetës filluan ta shanin, mund ta shanin edhe sot. Po ky nuk përbën as problem, as delikt për një person të tillë. Ai ka përcen me këto gjëra sepse sigurisht figura e tij është e jashtëzakonshme. Librat e tij janë të jashtëzakonshme, pasuria e tij është e jashtëzakonshme. Dhe nuk është pasuri që po tregoj unë. Është pasuri që duhet ta lexojnë të gjithë. Në pjesën e historisë sa e ke kuptuar, sa e ke pranuar historinë. Ne pranojmë historinë se nuk pranojmë të vërtetën. Dhe prandaj them që Recep Qosja është nga njerëzit e lartë, e kanë thënë të tjerët, por Recep Qosja është nga njerëzit e lartë, në mos më i lartë që i vendos defektin kryesor shqiptar, mos pranimin e të vërtetës. Se kështu flet për historinë. Në marrëdhënie me pushtuesin, në marrëdhënie me etnitë kundërshtare, me serbin, me turkun, me komunizmin, me fashizmin, me të gjitha me radhë. Sepse në momentin që fillon dhe pranon të vërtetën, ke kuptuar historinë. Çfarë historie mund të kuptosh kur nuk ke pranuar të vërtetën mbi kohën e regjimit, po themi Enverit duke ne. Sot e kësaj dite nuk e kanë kuptuar. Atëherë çfarë mund të thuash se ke më varë? Do të thonë, ke mirë trajtuar veten duke kuptuar historinë, kur nuk e ke kuptuar. Edhe nuk e ke pranuar. Nuk e ke pranuar që është një shoqëri e cila sigurisht nuk është në drejtimin e kundërt, nuk e pollin shoqëria veten. Ajo është. As nuk e polli shoqërinë në veri, po shoqëria që i bëri të dyja. Ky nuk është problemi që ka Recep Qosja me shkrimet e tij dhe me vetdijen e tij. Është problem shoqëror i jonë. Që vjen në radhë parë nga ignoranca, nga karakteri i dyzuar, dhe kur bashkohen bashkë të dyja është një fatkeqësi e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Akuzojnë si ishte mirë me Ibrahim Rugovën edhe me Ismail Kaderen. E qa pastaj? Që si ishte mirë me Ibrahim Rugovën edhe me Ismail Kaderen, qfarë pastaj? A më qfarë pastaj? Qa ndodhi? Kishte mendimet e veta. Edhe shpesherë shumë herë më të qarta që sa të Ibrahim Rugovës edhe Ismail Kaderes bashkë. Që do me thanë, që si ishte shumë dakord. Ishte drejt, që si ishte shumë dakord. Ashtu si kundur mos ishte dakord edhe me element të tjerë, që një pjesë e shoqërisë është dakord. Që do me thanë kjo. Një akademik, një intelektual, i përmasave të tilla, si mund t'jetë dakord me shumë elementi Ibrahim Rugovës. Absolutisht nuk mund t'jetë dakord. As me Ismail Kaderes. Bile deri ke vepra. Kjo nuk do me thënë që ata janë njerëz të vegjël. Po kjo do me thënë që ka ndërgjegjen e tij dhe sigurisht bot kuptimin e tij filozofik edhe politik për mi personin dhe bëmat e tij, akademiku Recep Qosja. Po ashtu dhe për historinë tonë, për historinë nën perandorinë, ndikimin e saj. Një 500 vjeç sigurisht që nuk është më pushtim. Se si kundër thotë edhe Napoleon Bonaparte, 5 vjet, maksimumi 10 vjet janë pushtim. 500 vjet nuk janë pushtim më. Jo vetëm për shqiptarë, por për gjithë në atë perandori, përfshi dhe grekët,
serbët, malezezët, bulgarët, tjerë. Prandaj ka qenë i qartë duke thënë që nuk e kuptuar historinë. Ta kanë shpjeguar, nuk e ke kuptuar dhe për më tepër, nuk e ke pranuar. Sigurisht nuk është më një nga korifejtë lartë, edhe dikush e quan dhe Rilinci i fundit. Nuk është çështja se ka qenë në kohën e Rilinca. Akuzoi nuk do fishtën kur ai recitonte fishtën. Po sigurisht nuk mund të ishte 100% dakord me fishtën. Çfarë do të thonë kjo ti je 100%? Atë që s'jam dakord mund ta fal, por jo se do jem 100% dakord. Por recitonte vargjet e tij. Vargjet super kombëtare, etnikisht të mrekullueshme të fishtës. Dhe që çështja nuk është më. Por çdo që të thonë, dhe çdo që të mendojnë, të shkruajnë kundërshtarët e tij ai mbetet Recep Qosi. Ka veprën atë që. Edhe unë nuk jam dakord në shumë gjëra me element. Bile shumë gjëra thash pa kontroll, në pak gjëra. Mbase mund të kisha rregulluar disa element, sipas meje, të cilat ai ka thënë ashtu brusko, për t'i kuptuar, qoftë edhe me faktin që duke e kundërshtuar, të thënën e tij kupton më mirë. Dhe ky është një moment jashtëzakonisht i shkëlqyer në historiografinë tonë, kur merremi me figura dhe personazhe kaq të artë si Recep Qosi. Ai nuk është më, por aty janë veprat. Normalisht. Ne do t'i bëjmë figurat e përbashkëta me gjithë drithijet e tyre. Ai e thot aty që mbase mund t'isha më, i bën një kritik të vetes edhe në amanetin e fundit, sepse sigurisht është njeri. Po borxhe nuk ka, sepse ka punuar, ka shkruar, ka kontribuar për të bërë mirë, jo për të bërë keq. Kur tjerët edhe i kanë bërë keq. Dakord miqtë e mi, ishte një homazh për akademikun profesor Recep Qosi, për ta respektuar tani që nuk është gjallë. Unë sigurisht e kam respektuar edhe kur ka qenë gjallë. Nuk kam pas fatin të takoj. Kam qenë afër në një vizitë që e ka bërë, por nuk e kam takuar. Do t'ishte fati i madh, sigurisht. Tash sigurisht që ai është në atë panteon të jashtëzakonshëm të letrave shqiptare, të historisë, filozofisë, letërsisë, normalisht pastaj edhe asaj që quhet trashëgimisë të jashtëzakonshme të shqiptarëve modern. Dakord miqtë e mi?